Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thënë se Serbia ka rritur praninë e forcave të saj pranë kufirit me Kosovën. Në hapjen e mbledhjes së qeverisë, Kurti tha se besojnë që një veprim i tillë ka ardhur pasi Kosova është zgjedhur që të jetë vendi nikoqer i zhvillimit të ushtrimit ushtarak të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Rritja e gatishmërisë dhe pranisë në kufirin tonë e forcave të armatosura të Serbisë, besojmë që është reakcion ndaj Defender Europe 25. Por ajo çfarë nuk e dim ende është se apo e bën këtë vetë Serbia apo një gjë të tillë ja ka kërkuar Rusia. Një ditë më parë, ministri në detyrë mbrojtjes Job Maqedonci tha se pranë kufirit me Kosovën janë të vendosura 3 nga 4 brigadat e kombinuara të ushtrisë serbe. Sipas tij, brigadat janë të vendosura në Rashk, në Nish e Vranj, derisa pranë vijës kufitare me Kosovën në distancë prej 300 deri në 5 kilometra janë të vendosura edhe 28 baza operacionale, e po ashtu edhe 20 baza të gjandarmerisë serbe. Në mbledhjen e ekzekutivit, anëtarët e kabinetit emëruan udhëheqës në disa institucione. Në mesin e tyre atë në Agjencinë për Arsim, në Inspektoratin e Arsimit, në Agjencinë e Meteorologjisë e në Inspektoratin Qendror të Shëndetësisë. Këtë veprim të ekzekutivit, kryeministri në detyrë Albin Kurti arsyetoi duke thënë se këto emërime e formimet të komisioneve për përmbylljen e proceseve rekrutuese janë nisma para se qeveria të ishte në detyrë. Me këtë rast, me këto vendime, nuk po fillojmë nisma e procese të reja, por vetë po përmbyllim ato që kemi nisur e janë zhvalluar gjatë mandatit të plotë e të rregullt tonë. Ky nuk është vetëm obligimi ynë, po është edhe përgjegjësi ligjore dhe institucionale për të plotësuar pritshmëritë e atyre që i kanë besuar shtetit e janë shtuar mundësisë të jenë pjesë e administratës publike. Mes tjerash, në mbledhjen e qeverisë janë ndarë edhe 20.721 euro për mbulimin e kontributit vjetor të qeverisë në qendrën rajonale të nismës për migrim, azil e refugjat. Është formuar komisioni i ankesave për shtetësi e janë shpërndasuar disa prona në komunën e Pejës.